Nxënësit e shkollës profesionale teknike të drejtimit TIK dhe ndërtim janë bërë pjesë e aktivitetit Korça në sytë e profesionistëve të rinj, ku kanë realizuar një dokumentar mbi ndërtesat karakteristike të qytetit, mënyrën e ndërtimit dhe vlerat arkitektonike që ato mbartin. Përmes këtij projekti të rinjt kanë pasur mundësinë të zbatojnë njohuritë teorike në praktik dhe të njohin më nga afër trashëgiminë ndërtimore të Korçës. Te ky dokumentar kemi folur për të gjitha ndërtesat e qytetit të Korçës në përgjithësi, duke filluar nga ajo më e vjetra tek ndërtesat e reja që janë më moderne në qytetin ton. Kemi folur për funksionin e tyre, mënyrën si janë ndërtuar, funksionin që kanë patur dhe mund t'ju kenë ndryshuar gjatë rrugës, për ndryshimet që kanë pësuar në përgjithësi. Qëllimi i këtij dokumentari ishte që të njihemi me godinat e Korçës, me këtë trashëgimi të pasur që ka Korça, dhe pse jo t'ia ulëmë edhe brezave të tjerë. Për drejtoren e kësaj shkolle, ky aktivitet shërben për të promovuar profesionistët që përgatit kjo shkollë, të cilët po tregojnë aftësitë e tyre në mënyrë kreative dhe praktike. Në këtë aktivitet ne kemi ftuar disa nga institucionet e qytetit Korçës që lidhen me pjesën e ndërtimit për t'i treguar profesionistët e rinj, të cilët ndjekin shkollën profesionale teknike, kanë filluar të përgatiten për të ardhmen dhe shpresojnë që shumë shpejt ne t'i dhurojmë qytetit inxhinierët e mirëfill të ndërtimit. Ky aktivitet ka shërbyer si një nxitje e rëndësishme për edukimin profesional dhe ndërgjegjësimin mbi ruajtjen e identitetit kulturor të qytetit.